Me kërkesë të prokurorisë, Gjykata e Tiranës ka firmosur 3 masa sigurie për 3 sipërmarrës, të cilët dyshohet se kanë krijuar një skemë mashtrimi me tatimin mbi vlerën e shtuar, që lidhet me kompaninë 5D Construction. Kompani kjo, që u vunën hetim nga SPAK dhe tashmë po gjykohet. Masat e sigurisë janë ekzekutuar nga policia, ku konkretisht Gjykata e Tiranës ka caktuar arrest me burg për biznesmenin Ilir Allmeta, i cili ka në pronësi kompaninë Allmeta 02, ndërsa për Ermir Gjoklajn, administratori i kompanisë TT, dhe Mirash Lulën, administratori i kompanisë Valbona Alb, është caktuar masë e sigurisë detyrim paraqitje, si të dyshuar për veprat penale, krimi, skemave mashtruese, fshehje të ardhurave dhe falsifikimi vulave. Organi i akuzës thotë se hetimi ka nisur në vitin 2025, ku zbulua se 3 sipërmarrësit kanë kryer shitje të dyshuara fiktive në favor të kompanisë 5D Construction me një vlerë totale 370 milion lek. Por si ka funksionuar kjo skemë? Sipas prokurorisë së Tiranës, veprimet janë kryer nga 3 kompanitë e biznesmenëve përmes deklarimit të pavërtet dhe të përdorimit të faturave fiktive në mënyrë që të përfitonin nga tatimi mbi vlerën e shtruar dhe uljen e bazës së tatueshme. Shuma prej 370 milion lekësh e krijuar nëpërmjet shitjeve fiktive është përfshirë nga kompania 5D Construction në tendera publik me qëllim rritjen artificiale të kostove dhe punimeve të kryera që në fakt nuk ishin bërë. Kjo vlerë është pasqyruar si shpenzim nga 5D Construction dhe rezulton se u ka sjell 3 biznesmenëve Ilir Allmeta, Ermir Gjokla dhe Mirash Lula përfitimin e gati 108 milion lekësh nga faturat fiktive që kanë lëshuar për kompaninë 5D Construction. Përsa i përket gjykimit që po zhvillohet në gjykatën e posaçme për kompaninë 5D Construction, sipas SPAK është provuar se i pandehur Redi Molla dhe Mariglen Qato kanë qenë pronarët de facto të shoqërisë. Në seancën e 4 prillit 2025, gjykata e posaçme nuk e pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të çështjes në ngarkim të Redi Mollës dhe Mariglen Qatos, që lidhet me aferën e kompanisë 5D, ndërsa gjykata e posaçme apelit më 10 tetor pranoi kërkesën e Redi Mollës, ish drejtorit të Bashkisë së Tiranës, për ta liruar nga qelia dhe vendosur në arrest shtëpie.